Egli Tako është një nga emrat më të komentuar së fundmi në rrjetet sociale pas daljes nga shtëpia më e famshme në Shqipëri. Pas përfundimit të spektaklit, ajo ka surprizuar ndjekësit e saj me një ndryshim të vogël, por që bie shumë në sy. Ajo vendosi që të rregullojë vetullat, diçka që vetë ka treguar se nuk i kishte bërë kurrë më parë, dhe s'është mjaft e lumtur me këtë ndryshim. Duket qartë se ndjekësit e kanë pëlqyer pafund këtë transformim të saj dhe nuk kanë nguruar ta komplimentojmë. Nga ana tjetër na duhet të rikujtojmë se Egli ka njoftuar se është duke punuar për projekte të reja në industrinë muzikore. Vlen të theksohet se marrëdhënia e saj me Gjesin është bërë temë në media sociale. Për sa kohë ata nuk janë parë në asnjë vend së bashku. Disa mendojnë se ato e kanë dhënë fund lidhjes së tyre, ndërsa disa të tjerë mendojnë se ata po e mbajnë shumë private lidhjen. Se çfarë po ndodh mes tyre, na mbetet vetëm të presim në ditët në vazhdim. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.